Green Path Albania, episodi i parë, fuqia e mendimeve tona. Përshëndetje dhe mirë se vini në këtë episod të parë të podcastit tonë. Sot do të flasim për një nga temat më të rëndësishme dhe shpesh të injoruar në jetën tonë të përditshme, mendimet negative, dhe si mund t'i transformojmë ato në një burim të fuqishëm energjie dhe force për jetën tonë. A keni ndier ndonjëherë që mendimet tuaja po ju kontrollojnë, duke ju rënduar dhe duke penguar të ecni përpara? Kjo është një eksperiencë shumë e zakonshme, por ka një lajm të mirë për ju. Ju mund t'i transformoni ato dhe mund t'i ndryshoni. Të gjithë kalojmë periudha kur ndjehemi të ngarkuar nga mendimet negative. Mund të jenë mendime të vetkritikës, frikës, dyshimit ose trishtimit që na mbajnë të ngujuar. Por ka një gjë që duhet të dini. Mendimet nuk janë realiteti juaj. Të shpesh mund të jenë të pavërteta. Nëse i besoni këtyre mendimeve, ato mund t'ju ndalojnë të arrini potencialin tuaj. Në fakt, mendimet negative janë një pjesë e rëndësishme e jetës. Por çelësi është se si t'i trajtojmë ato. Kur nuk i vëmë re, ato rriten dhe kontrollojnë jetën tonë. Por kur i kuptojmë dhe i menaxhojmë, ato mund të bëhen mundësi për të rritur qëndrueshmërinë dhe forcën tonë. Një nga mënyrat më efektive për të trajtuar mendimet negative është duke i transformuar ato. Kjo mund të duket e vështirë në fillim, por është një proces që mund të bëhet më i lehtë me praktikën. Ja disa hapa të thjeshta dhe shembuj konkret që mund të bëni që tani. E para, perceptoni mendimet tuaja. Kur ndjeheni që mendimet negative fillojnë të marrin kontroll, bëni një pauzë dhe vini re ato mendime. Pyesni veten: a janë këto mendime të vërteta? A janë ato të bazuara në realitetin që jetoj? Për shembull, nëse keni mendim, unë nuk mund ta bëj këtë, ndaloni dhe bëni një pyetje vetes. A është kjo e vërtet? A ka ndonjëherë një moment ku nuk mund të bëj diçka të ngjashme? Po si mund të përmirësohem? Ky është një hap i parë për të ndaluar vazhdimsinë e mendimeve negative. Së dyti, zëvendësoni mendimet negative me mendimet pozitive. Pasi të keni kuptuar se mendimet negative nuk janë të vërteta, mund t'i zëvendësoni me mendime pozitive. Kjo nuk do të thotë të injoroni realitetin, por të shikoni gjithmonë mundësitë dhe mësimet që mund të nxirrni nga çdo situatë. Për shembull, kur ndiheni të lodhur ose të pasigurt për diçka, mund të thoni: unë kam kapacitetin, aftësinë të mësoj dhe të përmirësohem çdo ditë. Çdo hap është një mundësi për të mësuar diçka të re. Ky ndryshim i mendimit
ndihmon për të rritur vetbesimin dhe mund të çojë në veprime më të fuqishme. Praktikoni vetëdhemshurinë ose ndryshe vetdashurinë. Bëni miq të vetes tuaj. Në vend që të jeni të ashpër me veten për gabimet, jeni të kujdesshëm dhe të dëmshur, ashtu si do të ishit ju me një mik që ka nevojë për mbështetje. Për shembull, kur bëni një gabim ose nuk arrini një qëllim, vendosni një dorë mbi zemër dhe thoni: "Po bëj, gjithçka mundem." Gabimet janë pjesë e rritjes. Nuk ka asgjë të keqe që të mësosh dhe të rritesh çdo ditë. Ky është një hap i rëndësishëm për të reduktuar vetkritikën dhe për të mbajtur një qasje të butë dhe të kujdesshme ndaj vetes. Në këtë episod të parë, ne diskutuam se si mendimet negative mund të jenë një pengesë për zhvillimin ton dhe si mund t'i transformojmë ato. Ky është vetëm fillimi. Ndonse mund të duket i vështirë në fillim, çdo hap i vogël në drejtim të vetëdijes dhe transformimit të mendimeve mund të na sjellë shumë afër qëllimeve tona. Çfarë mund të bëni tani? Merrni disa minuta për të menduar për një mendim negativ që keni pasur gjatë ditës. Çfarë mund të bëni për ta transformuar këtë mendim në një mundësi për rritje? Në episodin e radhës do të flasim për fuqinë e vetpranimit dhe si kjo mund të jetë një hap tjetër i rëndësishëm në transformimin ton. Mos harroni, jeni të fuqishëm dhe çdo mendim që ndodhet në mendjen tuaj ka mundësi të transformohet për të krijuar një jetë më të lumtur dhe më të suksesshme. Faleminderit që më ndoqët në këtë episod dhe shihemi në episodin e radhës.